Shumë në Tiranë, po bëjnë nami dhe po thojmë të ruajmë Tiranën tradicionale. Unë them, më thoni kush është Tirana tradicionale që ta ruajmë. Mirë, unë mendoj këtu, Beni kam, kush është, ke drejt, çfarë do të ruajmë? Pazarin e vjetër, do të ruajmë teatrin, dakord, jam për këto, për shumë teatri mund të shëmbej, mund të bëjnë atë arkitekturë që ka qenë, për të ruajtur një, siç është Kalaja, ke pasi mushet Kalaja tash me turista? Edhe ka bërë me gjithmonë një gjë shumë të bukur. Pra Tirana ka pas disa pika që mund të ruheshin. Nuk po them që Tirana e shtëpiave të Qerpiçit e ku diun se ato veti kanë shem tash. Por ka qenë për shembull një rrugë që ke qenë në Amerikë. Në Boston për shembull është ajo rruga ku është ajo First Bell, ku ka ajo çanga e parë për pavarësinë. Ajo ruhet ashtu të godina vjetra, në ruhet komplet ajo rrugë. Pra ne një të tillë kemi pas rrugën e barikadave, që nuk e prishi as Aliu as Rama, filloi prishja që në kohët komunizmit. Pra janë disa rrugë, një stacion treni, ne jemi kryeqytet i vetëm sot në botë që s'kemi stacion treni. Nuk kemi parqe sportive, nuk kemi çfarë them tjetër, nuk kemi parqe, sinqerisht parqe, sikur që u rregullu parku Rinia edhe liçeni ishte bërë një kryevepër, ishte tash. Një kryevepër. Të mos dalim nga tema se futemi në intentet dhe nuk duhet ta neglizhojmë, mund të bëjmë për orientimin urban të qytetit, mund të bëjmë një emision të posaçëm pastaj. Jo, ti ke qenë gjithë botën, ka një bërtham ku ndrejt ky qytet, ku ka pas ato vlerat që është në ka një bërtham, po bërthamë nuk e shoh në Tiranë. Nëse ky është debat tjetër. Në qoftë se ne flasim për një rrugë ku unë nuk shoh një arkitekturë tipike që them kjo është arkitekturë shqiptare, ku një ndërtesë nuk i ngjan ndërtesës tjetër në filozofi të arkitekturës, ku nuk ka një vit të drejtë, ku etj se mos i futem këtë muhabeti, atëherë u mund të them edhe që hyrja e Shkodrës duhet rrutur se është tradita shkodrane, po është turpi i Zotit futesh në të zonë. Është skema më mediokre e një qyteti modern. Dhe ajo të qërohet nga rrënjët të qërohet se nuk përbën origjinë. Jam dakord. Për shembull pedonale është rrugë dhe ishte bërë shumë gjë e bukur. Pse u rrit pedonalja? Tani vim tani. Pse u rrit pedonalja? Se pedonalja ka identitetin e qytetit të Shkodrës. Po. Pra, në një vend Tirana nuk ka pas identitet. Fare. Ku e ke? Më thuaj ku? Më jep një ku e ke. Shtëpia e pedonales, po ti shikoj ta shtëpia që ka një orientim, ka një arkitekturë mrekullueshme. Atje kur futesh te rrugë të kënaqesh shpirti sepse e sheh vetë si në Zvicër. Dhe kjo është merita e asaj pedonale atje, sepse të gjithë qytetarët e Shkodrës që ndërtuan atje ruajtën një arkitekturë e cila ta kapte syri. Më thuaj ku e ke në Tiranë të tillë. Më thuaj dhe u po them po ja ku e ke në Villanovo. Po ja Pellgu, ku është Kalaja që ka qenë teatri këto. Pse mos të ruaj? Jo të ruaj, po mund prishet të bëhet në të njëjtën mënyrë. Sot bota ka arritur, u larguam nga tema. Sot bota ka arritur që ta shem një godinë vjetër dhe ta bën identik. Atëherë Pellgu ku është Kalaja, ka patur një kapanon ushtarak të bërë me pllaka. Po, i mbaruar. Ky është identitet? Jo, po është një histori, ka një qytet aty dëgjoj. Asnjë lloj historie nuk ka. Absolutisht asnjë lloj historie. Për mua historinë ajo e ka të njëjtë me këtë shkollën e artistëve, me konservatorin. Dhe konservatori ka më tepër identitet se ajo atje.